Fizikisht ka një deadline. Se tërheqja fizike në një moment mbaron. Nëse fillon nga tërheqja fizike dhe nuk kthehet në shpirtërore dhe intelektuale, pra platonike, duke mos pat fiziken, ka shumë gjasa të zjasin. Nëse fizikja përfshin dhe këto të tjera, atëherë zjat gjithmonë. Nëse ka dhe besim dhe përkushtim, zjat në përjetësi. Nëse ka dyshim, është e kotë. Do rim tër ditën, do zien, do sqarohen, do dyshojnë tek njëri tjetri, do shojnë çdo lëvizje me më dyshje, dhe është e kotë. Po bëja një bisedë dje me Rozanën. Isha unë aty? Jo. Po pse se vazhdo me Rozanën? Jo. Dëgjoje se s'është një gjë e Po tjetër mu e dëgjojnë. Dhe po më thoshte që po flisin për ty. Të dyja. Po. Të dy nuk flisnit, se si gjithë naçu. Po flisin të dyja për ty. Po më tregonte edhe këtë takimin që kishte haruar të Malit të Zi, edhe Ne. po më thoshte që unë e njoh shumë mirë, e njoh shumë mirë Erdin dhe tha unë i qëndroj asaj që kam thënë që Po Rozanën e ke shoqe ti? kujta përfundoj. E ke shoqe? Jo. Është lojtare këtu? Po. Do çmimin e parë, apo ka hyrë sa ta shty? Po do, po ta përfundoj. A e do çmimin e parë? Patjetër. Jo, se Aldo nuk e merr çmimin e parë. Këtu për çmimin të parë janë 4-5 veta që do thyejnë brinjët e tyre dhe dhëmbët që ta arrin. Të tjerët nuk do arrin, ti e di këtë gjë. Tani vazhdo të tha. Edhe më tha që dhe njoh, po më tregon edhe një rast që keni qenë tek lokali i Kozit e Prekata. E ka qenë me shpëtimin, ndërsa ti ke qenë me ishte dashur Ronald. Po. Që ke pasur. Në një moment ai kanë shpëtimit dhe unë kaloj në tavolinë një tonë Laeti, te tavolina me dashurin që ishte dhe u nica për pak. Unë nuk doja të shkoja për Laetin, tha hajde në kazë. Po. Dhe shëndruam shumë gjatë dhe këto kanë qenë përsëri. Kjo mos është histori nga jashtë, apo kemi qenë Big Brother atëre? Jo, histori nga jashtë. A, është histori nga jashtë, më mirë. Dhe unë e njoh shumë mirë tani. Do ta vazhdojmë jashtë historinë? Se këtu brenda nuk lejohet të sjellësh historira nga jashtë. Kështu është rregulli.